prej mënyrave, rrugëve të cilat ndihmojnë në ndërtimin e personalitetit musliman tek fëmia, është shembulli i mirë. Fëmijët kanë nevojë për shembull, dhe shembulli më i madh tek fëmia është prindi i tij, ku djali zakonisht imiton babain dhe vajza nënën e saj. Kështu që prindi duhet janë vetë të promosur me besimin islam dhe virtytet e larta. E nëse ky prind nuk është në lartësinë e duhur, atëherë si mund t'ia mësoj fen, t'ia mësoj edukatën, ta edukoj siç duhet fëmijën e vet? Po kështu përmendja e ngjarjeve, historive me motive dhe tema islame. Pra vazhdimisht fëmijët të dinë prej ngjarjeve, temave fetare, ngjarjeve që kanë ndodhur në popujt e mëparshëm dhe në ummetin musliman, siç janë ngjarjet e profetëve, historitë e profetëve, po kështu historitë e sahabëve radhiyallahu anhum, historitë e njerëzve të devotshëm, historia e shokëve të shpellës, historia e njerëzve të hendekut, tregimi i historive se si sahabët radhiyallahu anhum silleshin me fëmijët e tyre e kështu me radhë. Dhe njëkohësisht mbjellja dhe rënjosja tek fëmijët e virtyteve të larta, e durimit, e mbajtjes së amanetit, të sidqut, sinqeritetit, vërtetësisë dhe çdo virtyti të lartë.